për të gjithë ata të cilët e kanë imam Firaunin në këtë dunja, thot Allahu Azza wa Jall, tregon kur Allahu e fundosi Firaunin, thot Allahu në Kur'anin e Kerim, hatta idha adrakahu al-gharq, e pa Firauni se e shkoj, e pa Firauni se u fundos, kale, çka do të thoje në këtë gjendje? Ndëgjoni a ju që nuk ju pëlqej fjala la ilaha illallah, apo ju që nuk ju nënshtruat dhe nuk vepruat me fjalën la ilaha illallah, ndëgjoni o të preokupuar me këtë dunja kalimtare të rrejshëm, o ju të dashuruar në pozita, pra ndëgjoni imami juaj çka tha në fund të jetës së tij, në frimarjen e fundit, çka do të laje vasijet Firauni për ata të cilën e morën model ata në jetën e tyre. Firauni, armiku i kësaj fjale, tha: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Dhe unë e pohoj dhe dëshmoj, dhe unë e pranoj, s'ka të adhuruar, s'ka që meriton të nështrohet, vetëm ai që ju nështruar ben Israilet. Allahu i përgjigjet Firaunit, i u përgjigj dhe Firaunëve që i la ai pas ati, i përgjigj dhe xhamatit të Firaunit dhe i tha: Al-an, Allahu Azza wa Jall vetëm në rregull të tajvidit, që i thojnë kelimetun mukhaffafa maddu lazim, Allahu e zgjati, tha al-an, atash të kujtu, pa të tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më një hadith që e ka nxjerr Ebu Nuaimi nga Ebu Hurajra radiallahu an, për këtë hadith që e ka Albani thot se hadithi është i mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o ju vëllezër, shqiptone këtë fjalë para se të vene një kohë që e ndroni të shqiptoni dhe të veproni dhe të nënshtroni, megjithatë do të pengoni të shqiptoni këtë fjalë. Shqiptoje para se të ndalet gjua jote, shqiptoje para se të ranohen bustet tua, shqiptoje para se të ranohet të shqiptohet kjo fjalë. Allahu ju përgjigj Firaunit dhe Firaunëve në ditën e gjykimit dhe i tha: Al-ana wa qad asayt, Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Atash ja Firaun, atash o Firaun të kujtu, a një dit i thënë qëtë vetës: Ana rabbukumul ala, unë jam Zoti më i madh. Nëse duhet dikush të ndëgjohet vetëm unë jam ai i cili duan të nënshtrohen në kom të mia çdo kush. Al-ana o Firauna, Allahu Azza wa Jall megjithatë rahmeti i tij, ja të i kaloj hidhërimit të tij, ja la këtinve Firaunave që janë gjallë, Firaunin imamin e atyre të vdekur, ja la që mos t'i kalbët trupi ti, që të morin mësim dhe i bëret, dhe të kuptojnë se në këtë dunja kemi ardhur për një fjalë, dhe në këtë dunja duhet të jetohet me atë fjalë, dhe nuk ja vlen që të lihet kjo dunja vetëm me atë fjalë, dhe ditën e kiametit nuk të sjell dobi vetëm kjo fjalë. Allahu Azza wa Jall tha në Kur'anin e Kerim: "Fal-yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah." Sot do të shpëtoj me trupin tanë. Para ta britanezët e vodhen trupin e Firaunit dhe e quan londër, megjithatë as trupi ti nuk i sjelli dobi, përderisa nuk e morën testamentin në vasijetin e tyre. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na boni, na i dashuroj këtë fjalë, na boni kollaj të shqiptojmë këtë fjalë, na i boni të dashur këtë fjalë, na boni pasues të kësaj fjale, dhe lusim Allahun Azza wa Jall
që mos të dalmi prej kësaj dunjaje vetëm me këtë fjalë, kjo fjalë jetë fjala më e lartë, më e ranë, më me peshë, më e dashur të ne inshallah.